Gjykata e posaçme ka mbyllur sot shërtimin gjyqësor të dosjes së njohur si sterilizimi, çështje që lidhet me koncesionin e shërbimit të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale në spitalet publike. Vendimi përfundimtar i trupit gjykues për 7 akuzuarit pritet të shpallet më 4 mars. Vlen të theksohet se në qershor 2025, SPAK kërkoi dënimin me nga 10 vite burg për ish zëvendësministrin e shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj, por pas aplikimit të gjykimit të shkurtuar, dënimi zbriti në 6 vite e 8 muaj burg. Gjithashtu SPAK kërkoi dënimin me 3 vite e 6 muaj burg për 3 ish zyrtar, Marcela Serianaj, Sajmir Kadiu dhe Petref Mersini. Në bazë të gjykimit të shkurtuar, dënimet për Serianaj dhe Kadiu pritet të konvertohen në 2 vite e 4 muaj burg, ndërsa për Mersini në 4 vite shërbim prove. Vlen të theksohet se gjatë seancës së fundit, njëri prej të pandehurve, ish drejtori ekonomik në Ministrinë e Shëndetësisë Sajmir Kadiu, shpreh se kanë kaluar tashmë 3 vite në masën e sigurisë arrest shtëpie. Ai theksoi se kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga koha që prokurori ka kërkuar si dënim, duke e cilësuar masën si jo proporcionale. Kadiu shtoi se është ankuar në gjykatën e apelit dhe në atë të lartë, por pa rezultat. Për Arben Gjatën, mjek, konvertimi i dënimit prej 1 vite e 4 muaj burg në 3 vite shërbim prove, ndërsa për Genz Birazerin dhe Naila Ajazin nga 2 vite shërbim prove secili. Vlen të theksohet po ashtu se ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj po gjykohet veçmas me procedurë të zakonshme jashtë kësaj pjese të dosjes që u mbyll sot shërtimi. Dosja sterilizimi është një nga çështjet më të ndjekura të drejtësisë në vend, duke përfshirë akuza për korrupsion, shpërdorim detyre dhe formim grupit të strukturuar kriminal lidhur me kontratën koncesionare të vitit 2015.